Gjykata kushtetuese zhvilloi këtë të hënë mbi 3 orë seancë për të shërtuar një kërkesë të kryeministrit Edi Rama, i cili kërkon zgjidhjen e mosmarrëveshjes me gjykatën e posaçme, e cila përzëlloi në dhjetor zëvendëskryeministren Belinda Balluku e marrë pa ndehur në kuadër të hetimeve për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe unazën e Tiranës. Pasi përfaqësuesit e kryeministrit, presidentit dhe SPAK parashtruan argumentet e tyre, kushtetuesja u tërhoq për vendim, ndërkohë që GKKO vendosi të mos merrte pjesë. E mbledhur në fund të vitit kaluar, kushtetuesja vendosi të ngrijë vendimin e gjykatës së posaçme, e cila nga ana saj kishte vendosur pezullimin e Ballukut nga detyra, ndërkohë që në seancën e sotme do të shërtojë në themel kërkesën e kryeministrit. Prokuroria e posaçme është shprehur kundër kërkesës së kryeministrit për shërtimin në gjykatën kushtetuese të masës së pezullimit ndaj zëvendëskryeministres Belinda Balluku. Prokurori SPAK gjatë seancës në kushtetuese tha se nuk ka një konflikt kompetencash mes GKK-s dhe kryeministrit. Nuk konstatohet ekzistenca një konflikti kompetencash, nuk ka një ndërveprim mes gjykatës dhe kryeministrit. Marrëdhënia e pretenduar nga kryeministri buron nga kushtetuta dhe nuk mund të pretendohet për konflikt kompetencash. A ka konflikt konkret mes GKK dhe kryeministrit? Kushtetuesja ka argumentuar se çdo organ ka kompetencat e veta, tha përfaqësuesi i SPAK.